durimi Allah me neve. Për shembull, namazi është obligim. Sa për besimtarëve nuk kanë fillu me bu punë mira, me falë namazin, nga koha kur është bërë obligim. Obligim është bërë në moshën 13, 15, varsisht nga zhvillimi i fëmijët, obligim e ka pas, ka i në moshën madhore. Ka fillu me falë kur i ka pas 30 vjetë. I ka plot 17 vjetë, plot 15 vjetë, dikon plot 20 vjetë, dikon plot 30 vjetë, dikon plot 50 vjetë. Allah e ka dëru në mos përgjigjën e tij ndaj Allahut xhallahu ala, përsa Allah vazhdimisht për ta kujdes. E ka furnizu, e ka rujt, i ka ndihmu. Kjo është Allahu xhallahu ala. E kur e kupton bujarinë e Allahut ndaj neve, e durimin e Allahut ndaj neve, edhe në kuptimin e mosveprimit të vënuar, edhe në kuptimin e veprimit të vënuar, do të them, por edhe në kuptimin e veprimit të cunguar, të gjymtuar që vjen nga ne, kur kupton që Allahu xhallahu gjitha këto pret që të përmirësohesh edhe më mirë. A nuk ta provokon turpin kjo dashni për Allahun xhallahu ala që ti jesh më mirë? Të investosh në cilësi, në sasi kështu me radhë?